Ju do keni të njëjtat subvencione me fermerët e Maqedonisë, me fermerët e Kosovës, me fermerët e vendeve përreth. Sot, qeveria nga 8 miliard euro ka lënë për ju 32 milion euro, pa çka se ju ipni 20% të prodhimit dhe punsoni rreth 500.000 shqiptarë. Kjo shumë do t'jetë 220 milion euro. Taks të vëshëja do jetë simetrike, një lloj në shitje dhe në blerje. 70 milion euro në vit do t'investohen për ujitje, kullime dhe mbrojtje e tokës. Qeveria do krijoj një fond të veçantë për mbrojtje e prodhimeve tuaja, çdëmtimet nga moti dhe fatkeqësitë natyrore. Kredit buta për të gjithë fermerët që duhet të zhvillojnë fermat e tyre. Hiqen çdo kriter për subvencionimet, jo kokë bagti apo sipërfaqe toke. Edhe një kokë vetë, edhe një lopë vetme do të subvencionohet. Edhe një dyrim tokë do të subvencionohet. Të dashur miq, thirrjet nga mbar Europa dhe bota këto 3 muaj kanë ardhur në Shqipëri që shqiptarët të ndahen nga krimi, që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë. Shtoni pak pyetjen. Çfarë përfituat ju 12 vite? Pensionistë dhe pensionistë. Pas 12 vitesh, Edi Rama buxhetin e fundit la 16 milion euro për ju. Dhe ju nuk jeni 100.000 apo 200.000, po jeni 760.000. Pensionistë dhe pensionistë. Mos harroni se me pensionin që mirrit të vitin 2013, blinit 250% më shumë se sa që bleni sot në dyqane. Por të blera ato që blieshin 2013 me 143.000 lekë sa që ishte pensioni, sot ju duhet pagueshit me 390.000 lekë. Por qeveria ju injoroi ju shumëzoi me 0. Ndaj dhe vota me 11 maj është vot për veten tuaj, për dignitetin tuaj. Ju garantoj se ju do merrni falas ato ilaçe që merr pensionisti italian falas në Itali. Se lista e rimbursimit do t'jetë identike për të rit. I siguroj se shkollimi tyre, modernizimi i arsimit, digitalizimi plot i tij, heqja mesatarësh për universitetet, punësimi i tyre pas mbarimit të universiteteve, pagesa nga qeveria sigurimeve shoqërore për të rit një vit, grantet dhe kredite buta për startupet dhe bizneset e tyre, një çati për çdo çift, me 30.000 euro grant për të paguar interesat e kredis, do t'jetë zotimi ynë për të rit shqiptar. Miq, 11